Fruti perëndive, ja pse duhet të hani çdo ditë hurma farzeza. Shqiptarët janë të çmendur pas hurmave me ose pa fara qofshin ato. Frutat e tyre gjenden kudo në çdo rrugicë, shtëpi, përdhese ose në lagje ose në baçe. Hurmat e para farzeza sapo kanë dalë në treg dhe kultivohen anë mban vendin tonë. Këto hurma janë të pjekura plotësisht, atëherë lëkura e tyre kthehen në një enë të mirëfillt me një ulë të qullët. Krahas shijes së tyre fantastike, hurmat mbajtin vlera të jashtëzakonshme shëndetësore. Janë të pasur me vitamina, minerale dhe me antioksidant. Përbëjnë gjithashtu edhe element të pasur të fibrave, vitaminave, kriprave minerale të tjera. Konsumi i tyre vazhdimisht në dietën tuaj do t'i sigurojë energjinë e nevojshme organizmit, do të mbrojë sistemin imunitar dhe ka aftësinë të përmirësojë tretjen dhe të luftojë lodhjen. Hurmat janë të jashtëzakonshme kundër stresit, anemisë dhe mungesës së oreksit. Ndaj konsumi disa kokrave çdo ditë është një mundësi shumë e mirë për organizmin.